Dhe ja ku jemi dashurisht te pjesa e kuzhinës. Çdo të mërkure e nisi dietën tajtën prej fillimit, se është e pamundur me i refuzuar recetat e mysafirëve që i kam. Sot sidomos e kam një mysafir nga Finlanda, po që është në pushime në Kosovë, kemi shfrytzuar kështu rastin në ditët e tij të fundit të pushimit me thirr, sepse në faqen e tij kemi parë receta të shumta që gatuan. Anes Beqiri është 14 vjeç dhe pasion e ka kuzhinën. Anes, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit për ftesën. Unë t'i kom përcjell faqet tua në Facebook, Instagram, TikTok, për ndryshe TikTok. Ju ftoj krejtëve me shku me bë follow, kush do me mësu krejt çto receta, dhe me thonë shikoni ka. Çfarë është fa receta, o zot ma që kjo mishi me pire, po më intrigon dosh me arë me gatun e dit. Anes, krejt këtu veti bëna, po? Krejt. Bëne follow Anesin mos harroni. Ai mësove prej mamit, a shkove me një kurs, a tërë vetë dëshira për me gatu, çush lindi krejt kjo? Dëshirën e kam pas vetë, po tani me receta me ndihmën e mamit, edhe i bojna bashkë. Kur ka qenë, ose cila ka qenë receta e parë që ke thonë, mam, lema mu se po du me bëj çto? Receta e parë u kanë salmoni me perime. Direkt salmon. Direkt. Do e këtë njëri një mi përgjit do veja, do diçka ma thjeshtin salmon. Direkt salmon. Do me, a ke këshur shumë video, a je interesu shumë, a të pëlqen kjo, me mësu, me dit? Po, gjithëm ka pëlqu gatimi, tani të dash në për TikTok, edhe kam pas rreth më mësu, edhe thash, e hapi faqen. Tash, halo ma sfidu se është kur edhe gatun, edhe gjiron, edhe i poston, a i bën krejt me video, me montazh, me krejt, a ti mund t'i kosh? Krejt vetë. Po. Prej krejt këtyre nëse unë e po që kishe edhe receta tradicionale dhe të shneshme, edhe pije, edhe ushqime, qka të pëlqen më shumë, shka bën me ma qef? Mas shumë të më pëlqen me përgatit e mbëlsirat. Edhe ma shumë më pëlqen me hongër. Qërë mbëlsire kena me gatu sot Anes? Sot kena me gatu një mbëlsir me manathera, me krem të festeko. Okej. Dhe me thonë, qa na duhet, ti themi krejt produktet? Na duhet 250 gram mascarpone. Po? 200 gram krem festeko, manathera, gjem dredzës, pak gjallë pishkrir, edhe sheqer plohen. Edhe peta, që petën e ke marrë të gashme. E bën zakonisht me petë gashme, apo sot për shkak të minutazhës në emisionin? Zakonisht me petë gashme. E bën këtë recetë me petë gashme. A është kjo prej embëlsirave tua ma të preferune? Po. Edhe të mijat. Do me thonë, kur është peta gashme, në proces që është pak ma i shkurt, po prap është po e pjekje se... shia, perfekt, asë që po e dyshoj. A e fillojmë Anes? Po, fillojmë. Hajde. Mas pari e morëm petën, edhe e prejmë në mes. A ndimaja i në regu? Jo në regu. Qonë për ta mbashtë? Tani shkojnë ato i prej do 3 konça. Super. Trega ma po shtyhesh me mamin kush përgatun më shumë me ma mirë? Mamit ka mësu? Po, jena si ekip. A si ekip. A ndodhë ta shpesh mami, pa e them kështu në thojza, me kesh përdor. Anes, po vi për punës, bën e bukën se jem lodh. E bëj vetë, pa më thonë. Fish pak tona, osa i mirë. Oke, tash, a ma shumë kishe me i konsumu ushqimet që i gatun të vetë, a të merë madhi me thonë, mamë, sot të gatu i diçka se po më hatë prej teje. Po, si... Çdo fëmijë, thuj. Se çdo fëmijë, po. Ma shumë ushqimet e mamit. Çka të pëlqen ma shumë prej ushqimeve të mamit? Ushqimet që i bën orizin me perime. Okej. Edhe me fruta deti. A i ke mësu ti recetën? Jo, hala që. Halo. Cila është receta që të ka orë ma zërë me mësu? Me treku drejt asnjona se... Asnjona se zërë. To i përcjell do video do... Tash, pyetja kryesore atyne që gatujnë është që kjo është e mejtë e çdo personi që gatujnë, a bën shumë enë pa la? Zakonisht shkojmë të e përgadit të pastru. O, sa mirë, edhe unë e kam që të shprehi, edhe shumë më pëlqen që kjo shprehi të kretë personat kërë shë. A i pastron vetë? A të të më me hajtë se ti e lo dhe ke bo bukën, sa du në po i pastroj? Zakonisht e pastrimin e bojna bashkë. Bashkë. A ke mendu, Anes, që kuzhina me qenë edhe profesionet në të ardhmen? Po, e kam mendu. E ke mendu. Do të studiar, do të bësh një shef kuzhine. Po, tash këtë petën e marrë me qesëm në tepsi. Edhe lyna me gjallë shkri. Qëto ta kom lanë këta nëse i të e lyp? Po.
Kur po vjen pushime në Kosovë, atë thonë familjarët hajt gatuna, kurreshtja. Dhe kush vjen këtu në Kosovë? Ka ne kene? Zakonisht krejt jenë gjyshe, okej. Atë shtin me gatu? Po. Lane më djallin të pushon, gatuj atje, gatuj këtu. Jo, kam qef me gatu. Ati kiqe. Okej, hajde ma shpesh. A vjen pushime dimrit? Po, zakonisht vjen edhe dimrit edhe verës. Ani mos harro me më shkru para se me arë, që me lanën e të mërkuren e lirë për anesën, edhe me arë me nga gatu një të spishte. Okej. Edhe që atë piren me mirë se shumë më metë marakur e pash, shumë e shishme për toket. Okej. Ta më petë kur t'i lyna me gjallë, i marim edhe i bojna bashkë këta 3 konçat. Qështë? Duhet me pas kujdes edhe kur i prim, që me pas formën e njëjtë, Po, se cila me se cilën me ranë proporcion. që pak në ka shku pak shtë. Si, Për mësysh. po. Qa është ushqimi tradicional në Finlanda, e ke mësu? Salmoni Salmoni është ta? edhe buka e zezë. Edhe bukaz. A i ke mësu të dyat? Salmoni po bukën e zezë është që... Alo. Aja u ke Makara. kalzu finlandezve shokve të ushqimin tradicional tonë? Ato po gjithçysh. Cilin e kanë pëlqy ma shumë? Ma shumë të spishtën. Për një me? Po. Okej, edhe mu valla më pëlqen shumë. Për fli qa kanë thonë, qa u kanë komenti? Për fli halo se kam të regu As sa jo ato ke e kena treguar? bo në Kosovë. Okej. Edhe njëherë i luj me gjalp. Po. Do të thonë tani kur i bojna bashkë 3 konçat, për mi i lyna apet me gjallë. Okej. Edhe i shtina më pjek. A njëherë i pjekim, nuk keme... Po më njëherë i Produktet ma- pjekum qëtë, tani e bojna kremin që e lyna. Okej, furën e kemi lëshu. Kështu që ordrohenes. Super. Qa Lojna minuta? edhe durt. Dikun 180 gradë për 15 minuta. Unë është me ikë dorzat, kam edhe qira me danës e Okej. tanë. A gatu zakonisht me dorza? A e ki për shkak kamerës? Zakonisht. A me dorza. zakonisht me dorza, është ma higjienike. Po. Qaj ku i kje dhe dorza tjera. U tash, deri sa minuta the që vjekët? Për 15 minuta, dirësa ajo pjekët e bojna kremin. Me mascarpone edhe pistachio. Mascarpone, pistachio, manafer. Po. Jo, manaferët e lojna në fund. A, për dekor janë ato. Po, për mja njëherë, tani mas pare lyna petin me Po. gjem, e vendosin kremin, manaferat dhe i bojna pitat bashkë. Jam të para menu në kokën time. Anes, se zakonisht këtu të familja jonë kur vinë me gatu, Po. I kanë ose faqet e tyne, ose bizneset e tyne. Unë e pash që faqet i kishe kryu tash vonë, po ishin Po. të tecë shumë mirë. A e ke mendu këto me shëndru në biznes, me gatu për me porësit, për delivery, ose diçka tjetër? Unë menoj me hap një restorant, Okej, edhe një qitë këtë gatimet e mi atë. atje, në Finlandë. Sa prej menys që kime bo në restoranin tanë, sa përqind kime lanë ushqimet kosovare? 70%. 70%? Pas kemi bo finlandez shqiptar. Po. Okej, fillojmë edhe me përgatitjen e... Mascarponen, Po, edhe vendosim 250 gram. 250 gram mascarpone. Ty të duhet tash edhe lopata për përzierje, apo? Po, Okej, këtu e ke. faleminderit. Qonë po t'i largoj prej rrugës endë që Faleminderit. që mos më të pengu. Dhe ne vendosim edhe 200 gram pistachio. Recetat me pistachio janë viral kudo. Po, Që ma e mu? faleminderit. Edhe shkojnë ato i përzi. A je anes për atyna që në ramje kur jeni të po na emision, na i film, diçka, okej, kam neps për diçka dhe që është gatun, spriton. Po. Nuk friton. Jo, vëlla. A e merë bukën shkollë me vete?
A e bën vetë? Jo, bukën nuk e marrëm shkollën e vetë, se E ka shkolla? Po. Okej. A mundesh pak me këty të kamera nes qatë masën? Që kjo duket qështu. Veç do të me përzjedh pak derisa kombinohen komplet pistaqe me mascarponen. Të bëhet një masë e një trajshme në gjyrë. Kur... Vasi një gjellë për të qelë. E qelët. Të thonë tash, është të mbëlqirë dietale, se ka manafira. Po. A që një herë zbot, kur që. Ja. Kjo do të më dukë qështu, Kthehet lutem, po. Kjo ngjyrë duhet kur të kombinohen. Po. E të ndët me marrëm këtë masë. Po? Me vendos si për shlak që është. Po. Për dekor në fund. A duhet një lukë? Jo. Edhe ty tash edhe pak duhen gërshont, edhe nuk e di ku i kam gërshont. Gjitha do gërshont të vogla, jo ato të kuzhinës. Por e prem. Tani do të me prit disa të pjekat masa. Okej, a e ndërprem për 10 minuta derisa të pjekat masa që të kthehemi pastaj edhe me përgadit petën. Për 10 minuta kthehemi. Dhe brumi është hazër. Shkon syza. O, brësa i mirë për vjanoa nesë. Qa na bone ti. Dhe më da në gjyrë, i thani se du të milon me marrë. Vishtë ta nali furën, më sargjojnë a rrymë. Kjo në gjyrë preferohet me qenë, ha? Një po, diçka me i kop. Diçka me i kop? Në loj këtu i kena? Shështë, a i marrëm qështë? Hajde, a më spërzina, onë së tani e thami një mova, së tani ta përmeni. Osa e mirë për do këtë. Kjo mbushja i shkon si për tash, dhe me thonë? Jo, për fume. A në mes? A, kjo shkoqe, okej. S'po di, unë anes. Bëni një herë dy anesa për shikus tonë, tani tjera ti përfundojmë mas emisionit. Tani e marrëm këtë kremin që... Po, ata prej unë atë qitën. A kime që dhe në fond, në ata prej një herë, shta? Vesh, ta që një herë dhe në fond, tani e prej nëse. Okej. Në tani me në atë dorë. Ta liroj me u po. Eshtë tash më me prej. Eshtë mas parje i vojna këtu me gjem. Gjem drizë. Po nëjse, si pas shijes mundën edhe me ndru, po kë kombinim Anesi tha është perfekt. Edhe unë pi besaj Anesit. Okej. Tani e marrim kremin. Krem pistaqe dhe mascarpone që janë bashk për mbushjen e... Qështë ka emrin e mbëlsirë dhe njerë? A vetëm e mbëlsirë? E mbëlsirë me manathera. Okej. A unë shme... Po. Okej.
I untova njerëz në përshpia, të qohen me gatu. Fantazi. Tani i morëm në athirat. Edhe i vendosim. Mbushja bëhet sa janë të nxehta me një herë, po anis. Po. E tani këto i bojmë bashkë. Okej. Më falë. Mora e gjë me orë me hongër. E nduna Edhe dhe tani për kamerës. dekor, unë m'ja bo pak krem. Edhe me vendos më në athirë. Edhe një dekor. Du me ta liru. Tani kur ta bojnë ambushjen, unë e marrë sheqer pluhën, Po, ku është qek këto. edhe një lugë. Se du me largu sa mës me ta ndonë pamjen për kamerë. Ne i bo me sheqer pluhë. Fantazi. Hyre shtu, le ta shohin të gjitha kamerat. A ta marrone? Jo s'qe. Qeshtë shte. Jo për kamera, për vete e kam, po fore janë të anës. Shko si të vene ëtë. E kjo është e jemi atash. O, zotë sa e mirë për doket. Ku është që? Fantazi. Ëmbëlsirë, me manafera, me këta përbërës të cilët i kemi edhe të shkruar, edhe i përmendi edhe Anesi, shumë e letë me u përgadit, sidomos tash që edhe në treg në Kosovë kemi edhe këto mundësit e petave të bleme, se s'kanë qenë deri vona nes, ma letë e këni pos ju atje në planë. Edhe kjo peta është tamam si croissant. Cila është e jamja? Që ke modja, që ke vogla? Që e modja Që ke për ty. modja? A bënë qështu, apo provoj kështu me angër? Si du. O, zot. Në tha është të lanë zejtë.